Vendet. Mbas të nenit 30 rregullores, ju bëhet njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, miratimi i procedurbalit seancës plenare të datës 23/7/2026. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, projekt vendimi për ndryshimin në vendimin nr. 87/2026 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të brendshme të Kuvendit i ndryshuar. Fillojmë me çështjen sipas rendit ditës, miratimi i procedurbalit seancës plenare datës 23/7. Procedurbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Nëse nuk ka vërejtje për procedurbalin, miratohet procedurali. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave. Titullin e projekt ligjit depozituar mund ta gjeni në sistem në sallë. Nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste është paraqitur kërkesa për tërheqjen e propozimit për ndryshimin e vendimit 87/2026 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të brendshme të Kuvendit. Ju informoj se siç ju kam njoftuar mbas nenit 89.3 rregullores, i kam kthyer përgjigje deputetit Agron Shehaj për dy kërkesa për pyetje përgjigje me kryeministrin lidhur me ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano, si dhe lidhur me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Për të dyja pyetjet janë kthyer përgjigje negative pasi çështjet e kërkuara janë trajtuar dhe zhvilluar në seancat e mëparshme plenare. Në bazë të nenit 89.3 e rregullores, kryetari i Kuvendit ka drejtë të mos pranojë pyetje ose interpelanca që janë konsumuar më parë ose për të cilat është marrë vendim për të njëjtin motiv brenda të njëjtit sesion parlamentar. Në bazë të nenit 89.3 e rregullores, kur deputeti kërkues nuk është në një mendje me kryetarin, çështja i shtrohet Kuvendit, i cili pasi dëgjon mendimin e deputetit për jo më shumë se 10 minuta, vendos me votim të hapur dhe pa debat. Zoti Shehe, fjala për ju, 10 minuta. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt do të falenderoj në atë të parë se më dha mundësinë që të jem në këtë sallë, zoti kryetar. Do ta filloj nga ajo që ndodhi javën e kaluar. Është një skandal i vërtet që në mënyrë totalisht arbitrare, pas një vendim, pas një komunikim, pengohet hyrja një deputeti të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë e dija shumë mirë që nuk mund të hyja në këtë kuvend, në kuvendin e korrupsionit, në kuvendin e atyre që u kanë nxirr jetën qytetarëve shqiptar për plot 35 vjet. E dija që nuk isha për t'ia dalë. Por të gjithë duhet të shikonin se çfarë bëni ju, se si trajtoni ju opozitarët, se si trajtoni ju deputetët e opozitës, se si bëni ju me rregulloren, me këtë institucion sikur ta kishit prom private. E trajtoni këtë parlament sikur është i juaj. Nuk mund të më lejoj mua, zoti kryetar, të isha në këtë kuvend javën e kaluar, sepse do vinte Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk mund të katandisej si herën e fundit, si një njeri i lodhur, një kryeministër i rëndomt, për të cilin për në ka pothuajse 2 muaj që qytetarët shqiptar kanë dalë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. U vjetërsua brenda ditës në fakt. E pat, nuk e ka më, jo vetëm moralin, por nuk ka as kurajën të reagojë. Nuk thot dot më, jo, s'është e vërtet, se jemi të korruptuar. Nuk thot dot më që nuk e dija unë se ç'a bënte Belinda Balluku, sepse në këtë kuvend, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një e korruptuar mbrohet me votat e maggjorancës. Edi Ramës i ka dalë boja. Nuk përballet dot Edi Rama me opozitën. Nuk e bën dot më. Dhe çfarë bën tani? Si një autokrat i rëndomt, në vend të vi këtu, të japi llogari, të përballet këtu me opozitën, mbledh grupin parlamentar. Mblidheni gjithë bashkë aty në mbledhje partie dhe kryeministri praktikisht ju flet juve. Nuk vinë më këtu në këtë parlament.
Ky është skandali. U mbledh juve në mënyrë patetike, kokën poshtë, të gjitha aty, dhe çfarë bën në mënyrë të pa fytyrë? Të pa fytyrë tallet me një zonjë. Tallet me një zonjë, është zonjë. Me një zonjë të pamundur, zgërdhije Taulanti. Një zonjë të pamundur, thot, shko qa bëjnë këta, se ai nuk i shikon dot këta, nuk ekzistojnë për atë. Ai bezdiset nga varfëria, ai bezdiset nga njerëzit e pamundur, shqetësohet, bezdiset dhe imiton. Dhe imiton. Me pa turpësi ju, vut pak në siklet paktën, kur ai tallej, u vut pak në siklet apo jo? Tallet me një zonjë, aq mundsi ka ajo shkret. Pse vjen këta tani dhe protestojnë? Po pse nuk do të protestojnë ata? Pse çat keqe ka? Çat të keqe ka për njerëz që kanë qenë të braktisur për 35 vjet, që si ka para askush, nuk ja ka hedhur syt askush. Çat keqe ka që të bëjnë pjesë e një proteste, të vënë aty, me ato mundësi që kanë. Çfarë të keqe ka? Pse? Se ju bezdis juve pasurinë që keni vënë ju në kurisë të tyre, sepse denancoj se psi i keni vjedhur ju. Kjo ju shqetëson. Kjo ju shqetëson. Shqetëson Taulantin. Shqetëson Taulantin i shkreti. I shkreti Taulant, 20 vjet Taulanti, 20 vjet se vajta pash Taulantin me që po shikon të pronat e mia, thash shkoj Taulanti, ka pronat Taulanti, s'ka. Mos është për bukën e gojës. Çat shikosh? Deklarata e pasurisë Taulantit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Taulanti në 20 vjet në politikë nuk mendoi një herë për veten e vet, gjithmonë për popullin, gjithmonë për njerëzit. Një apartament i shkreti ka. Një apartament e ka në kullën më të mirë Tiranës. Po çfarë deklaror aty, nuk e di sa metër katror është, po është për të ardhur keq, do me guzhin. Po si or Taulanti, si mendove pak veten tënde? Taulanti ka hyrë, sa kishte Taulant në llogari bankare kur hyrë në politikë? $8.600. 8 pa makinë, pa shtëpi, $8.600. Taulanti sot, jo vetëm Taulanti, po kushdo që dërgon një SMS në emër Taulantit, i çojnë €100.000 si pa gjë të keqe. E kuptoni se si e ke përdosur Taulant emrin tënd. Aq rënd, sa mjafton të dërgosh një SMS, e të shkruash, jam Taulanti, më duhen €100.000, dhe tjetri merr €100.000, i fut në një çantë dhe jep një taksixiu pa pyetur fare. Imagjinoni se si është katandisur ky vend. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kryeministri i Shqipërisë në vend të reflektoj, kur ata të varfrit, janë të varfër, nuk kanë. Janë të varfër, më. E kuptoj, ju nuk e kuptoni. Se ju nuk e dini se qa është. Nuk e dini, më. As ju kalon fare në përmendje. Po si orë del tjetëri në vend të reflektoj. Në vend të reflektoj, del dhe gënjen, e kemi dyfishuar. Qa e ke dyfishuar t'ja saj? Ajo djalin e ka majoren. Qa e keni dyfishuar ju? Si orë gënjeni në atë farë mënyre? Si orë talleni në vend të reflektoni, si talleni? Erdhëm këtu e patë, si erdhëm, e blinduar, ku vendi totalisht i blinduar. Totalisht i blinduar. Në vend që ti dëgjoni, blindojni. Keni arrestuar sot Alben Kolën, po me Albenin çfatët? 10 polica bashkë e kanë marrë zvarë, 10 për të mbrojtur ju. Pse? Sepse dele proteston. As të nuk bindo tani. Rrezikojnë burgun. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të flasë, refuzon të japi përgjigje. Unë kam bërë thjesht një kërkesë, zoti kryetar, ma lejon rregulloria. Nga që kryeministri i Shqipërisë nuk vjen kurrë në këtë kuvend, sepse tani mendon e ka zvendësuar kuvendin e Shqipërisë me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, shfrytëzova thjesht një mundësi që më jep rregulloria. Të drejtën për t'i bërë pyetje kryeministrit të Shqipërisë. Dhe i bëra pyetje në lidhje me Porto Romano. Qa përgjigje është?
Jo, po ne kemi folur për të çështje. Ku e dini ju se për çfarë do flasun? Kjo tregon amta se ju thjesht nuk jeni më në gjendje që të vini këtu të jepni përgjigje sepse nuk jeni më të besueshëm. Nuk jeni më të besueshëm. Po nga ti jeni të besueshëm? Kryeministri i Shqipërisë ka 2 ish-zëvendësit e vet, njëri në Arati i akuzuar për korrupsion, tjetra po ashtu e akuzuar për korrupsion. Çfarë të thot më ai? Ai nuk është më i besueshëm. Nga t'ja mbaj. Dhe atëherë çfarë do bëj? Thjesht kërkon të mbaj pushtetin me dhunë. Me dhunë. Dhunë kundër deputetëve, dhunë kundër qytetarëve, dhunë kundër sipërmarrësve të ndershëm, me dhunë, por nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim. Nuk keni për t'ja dalë. Nuk e mbani dot me dhunë. Fati Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do ta shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, nuk është fare pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Veliaj mendoni se është e pamundur. Por vajte në arrestuar në zyrën e tij. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korrupsion. Po për Belindën, kush e priste për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të dëgjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korrupsionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korrupsionit të kësaj maggioranze. Jeni të zhytur në korrupsion. Prandaj nuk dini dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindoheni këtu. Prandaj e vetmja gjë që ju mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi deri në darkë. 2 muaj protesta. Su bëj fare, su bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. S'ju intereson fare. Keni taulanti në krye. Faleminderit. Faleminderit. Urdhro? Mbaroj kohën, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisni pyetjet. Kalojmë në urdhro? Urdhro? Ja u dhash pra kohën 10 minuta pra te e kishit. Do votohet pra. Do votohet. Po. Kalojmë në procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për zhvillimin e pyetjeve. Pro, kundër, abstenim. I lexova, nuk e kishit mendjen në mësim. Pro, kundër, abstenim. Kush është pro zhvillimit të seancës pyetje përgjigje me kryeministrin për temat që përmendëm? Kush është kundër? 16 pro. 25 pro. Sa? 73. 76 kundër. Kërkesa nuk miratohet. Abstenime nuk ka. Ju njoftojmë se me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me shkresën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbështetje të nenit 83.2 e Kushtetutës dhe nenit 28.1 e Rregullores Kuvendit, kanë depozituar kërkesën për shqyrtime e procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes SUAS direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, FMF, si dhe shqyrtimin e këtij projektligji në seancë plenare sot në datën 27 korrik 2026 në orën 15:00. Për shkak të rëndësisë dhe karakterit veçantë të kësaj marrëveshje, si dhe nevojës për hyrjen e tij në fuqi në kohë për të garantuar zbatimin e objektivave që synon. Në bazë të nenit 28 rregullores, projektligji njoftohet në seancë plenare më të parë, do të dëgjohet, e cila është sot, do të dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër, por jo më shumë se 10 minuta. Kush do të flasë pro? Zoti Taulant Balla. Jemi në proces të votimit, ju lutem. Zoti Balla. Ky është procesi i votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet,
Të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja e Zotrinj, dashur qytetarë shqiptarë, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jone e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë, me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Vetëm javën e kaluar, me aktin normativ, kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendimi për organizimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. NATO po hyn në një fazë të re zhvillimi, të njohur si NATO 3.0, dhe se Shqipëria po përgatitet për t'ju përgjigjur kësaj sfide dhe këtij realiteti përmes rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe investimeve strategjike. Shqipëria ka hyrë tani më në një trajektore të re besueshmërie dhe rritje të investimeve në mbrojtje. Siç e thash, sot jemi 2.6%, në 2035 do të jemi 5% të prodhimit brendshëm bruto dhe këto investime përfaqësojnë një investim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë si një antar i denj i NATO-s. Shqipëria vlerëson thellësisht leadershipin dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të presidentit Donald Trump dhe mbetet përkushtuar ndaj përgjegjësive të saj si një aleate e besueshme në NATO, duke kontribuar për aleancën e cila do të jetë më e fortë, më e sigurt dhe sigurisht më kompakte. Gjithashtu, në këtë frym konfirmohet se Shqipëria shihet sot si një aleate e besueshme, një faktor stabiliteti në rajon dhe një kontribuese serioze për sigurinë kolektive. Pikërisht në këtë frym, pra, zonja e Zotrinj, dashur qytetar shqiptar, vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime të mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj
për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grace deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik. Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie. Zonja e zotërinj deputet, dashur qytetar shqiptar, motra dhe vëllezër, nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kurrë rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s. Prandaj, mbi të gjitha, kjo marrëveshje forcon më tej partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrit kapacitetet mbrojtëse të vendit dhe konsolidon pozicionin e Shqipërisë si një aleate e denjë, e besueshme dhe gjithnjë më rëndësishme e NATO-s. Për sa më sipër, zonja zotërinj deputet, bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, kemi propozuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj marrëveshje. Arsyeja pse kërkojmë këtë procedurë përshpejtuar është për nevojën urgjente që Shqipëria të përfitojë sa më shpejt jetë e mundur nga kjo marrëveshje, nga dhe të fillojë me njëherë disbursimi i fondeve të dhëna në dispozicion. Drejtje për zotin Balliu. Ju lutem, lejoni pas rregullores kolegun të përfundojë fjalën. Sorat dhe korbat le të vazhdojnë të tasin. Shqiponja bashkë me flamingot do të vazhdojnë të punojnë për Shqipërinë. Faleminderit. Atëherë një sqarim para se ta marr fjalën zoti Bardhi. Një sqarim. Çdo deputet ka mundësi të dëgjosh. Çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka të drejtë të njihet me marrëveshjen përkundër deklaratës së konfidencialitetit, të cilën e kemi bërë gati, pra pa burokraci, firmosni deklaratën e konfidencialitetit dhe shkoni lexoni marrëveshjen. Asnjë kopje nuk është shpërndar, por çdo deputet ka drejt shkojë ta lexojë. Kaq është ky diskutim. Zoti Bardhi, fjala për ju. Te sekretariati, gjithë mund të paraqiteni për 10 sekondë, mos bërtit kot, mos bërtit pa sens. Shko firmos marrëveshjen e deklaratën e konfidencialitetit dhe lexo marrëveshjen. Kaq. Së pari, zoti kryetar, na keni ftuar sot në seancë plenare të diskutojmë për një marrëveshje që na njoftua tani që mund të shkojmë ta marrim te Sekretaria e Kuvendit. Ndërkohë që Kushtetuta dhe Rregulloria e Kuvendit të detyrojnë që menjëherë sapo projekt ligjit paraqitet në Kuvend, t'ia shpërndash atë deputetëve. Detyrim cili nuk e keni përmbushur, por mendoni se do të shndroni Kuvendin e Shqipërisë një lloj si grupi juaj parlamentar. Ju është fakt publik që kryeministri ju ka thënë se jeni vetëm kartona, nuk duhet mendoni, nuk duhet keni ide, nuk duhet bëni propozime, nuk duhet lexoni projekt ligje, vetëm duhet të votoni. Mirë, po ky është rregull i funksionimit për këta anën 8 Kuvendit, për grupin tuaj parlamentar.
por nuk mund t'jetë rregull për kuvendin e Shqipërisë, aq më pak për këta anën tej të sadhës së kuvendit të Shqipërisë. Parafolsi këtu tha detajet marrëveshjes, që do të thotë që ju një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe dhe një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe. Folët për një kërkesë të ardhur nga Këshilli i Ministrave që jep argumenta se pse kuvendi do duhet shkel Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Në fakt, nëse do të ishit realisht kryetari i kuvendit, nuk do ta kishit lexuar atë lexim, atë njoftim. Nuk duhet kishit thënë deputetëve që Këshilli i Ministrave ka duhet i kishit thënë deputetëve që Këshilli i Ministrave ka sjellë njoftim që na kërkon ne të shkelim Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Por unë si kryetar kuvendi jam betuar mbi këtë kushtetutë dhe nuk e lexoj njoftimin, por do t'ja kthem mbrapsht Këshillit Ministrave që ta sjellë kërkesën në përputhje të kushtetutës. Mirë po ju, kushtetuta është firma e Edi Ramës. Jo ajo kontratë që ne kemi lidhur me popullin shqiptar. Ndërkohë që për ne kushtetuta është kjo, kontrata që kemi lidhur me qytetarët shqiptar. Na foli zotria për marrëveshje historike. Për çfarë historie flisni? Keni patur 14 vite kohë qeverisje tuaj për plotësuar buxhetin e NATO-s, buxhetin e sigurisë dhe detyrimet që rrjedhin nga antarësimi i Shqipërisë në NATO. Na fleti ne që s'kuptojnë marrëveshjen? Po kur zotrote e quaj NATO, ky krau këtej jo vetëm e kuptonte, por firmoste dhe miratonte antarësimin e Shqipërisë në NATO. Kur ti protestoje kundër NATO-s, ne kuptonim, lexonim, firmosnim dhe nënshkrunim antarësimin, marrëveshjen e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Pa aftësia dhe mungesa e vizionit qeverisë, që e quan Shqipërinë deri në pikën që të rrezikonte antarësimin e Shqipërisë në NATO, sepse nuk ishte përmbushur shpenzimet e mbrojtjes, nuk është kur urgjencë, e ka emrin pa aftësi, mungesë vizioni. Më pak se 2% është buxheti i mbrojtjes Republikës Shqipërisë në shkelje të angazhimeve si një vend antar i NATO-s, ndërkohë që Edi Rama mburret publikisht për të kundërtën duke gënjur. Vetëm pasi aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe media ndërkombëtare zbuluan vërtetën, qeveria po përpiqet të korrigjojë me nxitim atë që në fakt do duhet kishte planifikuar prekohesh për të kufizuar dëmin që i shkakton besueshmërisë së Shqipërisë si aleat i denj i vendeve të NATO-s. Në këtë kontekst, pa diskutim që marrëveshja 300 milion euro me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të blerë pajisje ushtarake, të cilën e ripohoj, ne nuk e disponojmë akoma, nuk na është vënë në dispozicion siç rregullat e funksionimit i parlamenti e diktojnë, absolutisht që është e mirëpritur. Marrëveshja është e mirëpritur, sepse Shqipërisë i duhen investime të tilla. Absolutisht që është një reagim i vonuar i një qeverie të papërgjegjshme që nuk përmbushi detyrimet ndaj NATO-s dhe lejoi që Shqipërisë t'i vihet në pikpyetje edhe vetë antarësimi i saj në NATO. Siguria kombëtare nuk ndërtohet me propagandë dhe as me reagime të vonuara nën presion. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që përmbush angazhime ndaj NATO-s me përgjegjësi dhe nuk e ekspozon vendin si një aleat jo serioz dhe jo të besueshëm. Prandaj, zoti kryetar, ju do të duhet kishit informuar kuvendin, jo vetëm mbi kërkesën e ardhur nga Këshilli i Ministrave apo qëndrimin e grupit parlamentar që kjo marrëveshje pa u lexuar të votohet brenda ditës sotme, por dhe për një qëndrim, cilin unë ta kam shprehur në emër të opozitës gjatë fundjavës mbi procedurën që ky kuvend do duhet të ndjek. Po, ne jemi pro marrëveshjes që rrit investimet në fushën e sigurisë. Po, ne jemi pro marrëveshjes që përmbush detyrimet e Shqipërisë në antarësimin në NATO, pra ndaj vendeve të NATO-s. Po, ne do ta votonim pro marrëveshjen
me aleatin ton strategjik, duke e falenderuar për mbështetjen që i bën Shqipërisë, edhe pse është hua dhe Shqipëria ka patur të gjitha mundësit që gjatë tyre 14 viteve ta përmbushte vetë këtë detyrim, po ju në vend të NATO-s edhe në vend të partneritetit me Shtetet Bashkuara të Amerikës zgjollët inceneratorët që nuk ekzistojnë, kaq është për qytetarët shqiptar, qofse parat $300 milion nuk do ishin vjedhur nga Edi Rama dhe qeveria e tij bashkë me Klodian Zoton e Klodian Mërtirin për inceneratorë që nuk ekzistojnë, por do të ishin investuar në fushën e sigurisë kombëtare, Shqipëria nuk do të kishte nevojë të merrte një ua të tillë. Por ne kemi një qeveri që në vend të përgjegjshmërisë ndaj aleancës zgjedh korrupsionin në kundër të angazhimeve në kuadër të NATO-s, zgjedh të vjedhë parat e qytetarëve më të varfër në Europë. Dhe ju kam propozuar që sot Kuvendi të miratojë shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar, komisionet përgjegjëse të marrin kohë të martën dhe të mërkurën për të shqyrtuar marrëveshjen dhe të premten të mblidhemi për të votuar të gjithë bashku marrëveshjen me aleatin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo, zoti kryetar, sepse kështu na e dikton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Neni 83, pika 2 e Kushtetutës parashikon se Kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose 1/5 deputetëve mund të shqyrtojë dhe miratojë një projektliq me procedurë përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Dhe procedura që ju po ndiqni, zoti kryetar, është konstatuar, po ju nuk i lexoni dhe nuk i respektoni vendimet e gjykatës kushtetuese, është konstatuar si antikushtetuese me vendimin numër 18 datë 23/2/2026. Dhe ju keni detyrimin ta respektoni Kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Në nisje, kur secili prej nesh është ulur në këtë sallë, zoti kryetar, ju i keni lexuar formulën e betimit, e cila thot, për secilin prej nesh në këtë sallë, bedohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në Kuvendin e Shqipërisë. Do të përfaqësoj denjësisht popullin tim, do të bindem Kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjithë fuqinë e mia për përparimin e dheut dhe mirëqenien e popullit tim. Më thoni për çfarë ndërgjegje, nderuar kolegë mazhorancës, flisni ju kur sot ju kanë ftuar të votoni pa lexuar. Me çfarë ndërgjegje do të votoni ju pa lexuar, pa ju avënë në dispozicion aktet, pa ju përfillur si deputet të Kuvendi. Më thoni për çfarë ndërgjegje jeni betuar ju, nderuar kolegë mazhorancës, ku me ndërgjegjet plot kryeni akte në kundërshtim me Kushtetutën e vendit. Dhe po ju bëj të qartë në këtë seancë plenare. Ne nuk kemi asgjë kundër marrëveshjes në parim, do duhet ta lexojmë për të shprehur në tërësi, sepse ndryshe nga ju nuk kemi karton, jemi betuar të votojmë me ndërgjegje dhe në mënyrë të informuar, në mënyrë të plotë të informuar, por procedurë dhe miratim të ligjeve në kundërshtim me Kushtetutën ne nuk pranojmë kurrë. Marrëveshja, zoti kryetar, dhe një fjali dhe e mbylla se thatë Këshilli i Ministrave ka kërkuar hyrje në fuqi sa më parë. Përfundoni, po. Marrëveshja hyn në fuqi ku të dyja shtetet përfundojnë procedurat e veta të brendshme të ratifikimit, që do të thotë nuk ka asnjë urgjencë përsa ko Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përfunduar procedurën e tyre të brendshme, sepse ata ndryshe nga ju nuk e shkelin Kushtetutën, por do ta zbatojnë Kushtetutën e vendit të tyre. Dhe ne këtë po kërkojmë, të ndjekim të njëjtin standard, të respektojmë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ndryshe, vonesa do jetë shumë herë më e madhe, sepse ne nuk pranojmë që të qëndrojë në këmbë një ligj antikushtetues dhe ja këtu po jo parlamëroj, ky ligj do të rrëzohet si antikushtetues nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë.
Ju faleminderit. Faleminderit. Atëherë edhe një herë për sqarim, se mbase nuk kam qenë i qartë. Asnjë deputet i Kuvendit të Shqipërisë nuk do të ftohet të votojë këtë marrëveshje pa u informuar dhe pa lexuar marrëveshjen. Çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka mundësinë, të drejtën dhe mundësinë shumë praktike të lexojë plotësisht marrëveshjen vetëm 5 metra larg nga kjo sallë, te salla Gerti Bogdani, ku është vënë në dispozicion marrëveshja për t'u lexuar, kundrejt natyrisht firmosjes së një deklarate konfidencialiteti, sepse ky është niveli i klasifikimit të kësaj marrëveshje. Kaq. Pra, ju lutem, lexoni marrëveshjen dhe mos votoni marrëveshjen pa e lexuar, pa e studiuar dhe natyrisht pa u shqyrtuar në komisione. Do ta hedhim në votim për miratim kërkesën për procedurë të përshpejtuar, projekt ligjit më sipër. Për këtë projekt ligj në bazë të nenit ka mundësi, lutem se jam në procedurë, të nenit 37 rregullores Kuvendit, do të zhvillohet mbledhje e përbashkët e Komisioneve për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen dhe Komisionin për Ekonominë dhe Punësimin. Mbledhja e përbashkët do të kryesohet nga kryetari për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Seanca plenare do të caktohet datë 27/7/2026 ora 15:00. Fillojmë me votimin e kërkesës, votimi i hapur me karton, pro kundër abstenim. Vihet në dispozicion, po, patjetër. Duhet firmosni deklaratën e konfidencialitetit. Votoni, ju lutem. Numëroj votat. Aty është, te salla Gerti Bogdani. Jo ta japin, ta lexojnë kundrejt firmosjes së deklaratë konfidencialitetit. E keni atje. Salla Gert Bogdani. Ta 5 vota pro, kundër s'ka, abstenim nuk ka. Atëherë, kërkesa për procedurë përshpejtuar miratohet. Në bazë të vendimit të Kuvendit për procedurë përshpejtuar, seanca plenare e radhës do të jetë në orën 15:00 me shqyrtimin e projekt ligjit. Shumë faleminderit.